Kur flasim për gjuhën, shohim edhe rastin me studentët shqiptar që janë ngritur në protestë për një të drejtë shumë natyrale, të themi, një të drejtë shumë formale, një të drejtë që do i bashkon të vërtet ata me studentët Maqedonas, pra të bërtonin gjuhë shqipe në studime dhe në dhënien e një provimi. Pse i pengon në të vërtet ka shumë Maqedonasit përdorimi i gjuhës shqipe? A ndjen ata ndonjë rrezik konkret nga gjuha, apo ka të bëjë vetë ajo me një histori, apo me një hakmarrje ndaj, të themi, fitores që u bë për shqiptarët me marrëveshjen e Ohrit? Po kjo është një pyetje interesante, besoj, sepse hyn në thelb të gjithë konfliktit. Shpesh, siç e përmenda, Maqedonia është një shtet me shumë kultura dhe gjuhë dhe fe, dhe aty gjithmonë edhe e kam pasur, ose shpesh herë kam pasur nacionalistët Maqedonas, ose edhe në fillim edhe nacionalistët bullgar në rajonin e Maqedonisë që kanë qenë aktiv në VMRO, e kam pasur problem atë fakt ose atë situatë kulturor të Maqedonisë, por jo çdo kush, domethënë jo gjithmonë dhe çdo kush, ka pasur edhe persona ose disa faza ku është pranuar më tepër ajo. Kemi për shembull vëlle që kanë qenë pjesëtar në VMRO, ose edhe ndonjë bashkëpunim për shembull ndërmjet shqiptarëve dhe VMRO-s së Maqedonisë, për shembull në kohën kur para, më duket, se po, para luftra e ballkanike, ka pasur një ngritje ndaj, jo më fal, gjatë luftës së parë ballkanike, një kryengritje në Ohër, Strugë dhe Dibër, kundër regjimit të ri serb, ku kanë bashkëpunuar shqiptar dhe maqedon, dhe kanë luftuar bashkarisht kundër serbëve. Por këto kanë qenë me të vërtet disa faza dhe në shumicë shohim që shpesh ka pasur një frikë të madhe, ose një të paktën një skepticizëm kundër shqiptarëve dhe shqipes, sepse ajo po e rrezikon ekzistencën e shtetit të Maqedonisë. Maqedonia ndoshta është kombi ose shteti më i pa pranuar në krah edhe bashkë me Kosovën ndihet, por mendoj si komb edhe Maqedonasit janë më pak të pranuarit në Europë, sepse po sulmohen jo vetëm nga Greqia, ose janë sulmuar deri para disa viteve për emrin dhe për historinë dhe kulturën, por tani edhe bllokohen për shembull nga Bullgaria, edhe Serbia ka qenë bllokuese ndaj pavarësisë së kishës së Maqedonisë, dhe pastaj vim edhe komshiu shqiptar, që është i katërti, fqin, dhe ai, sikur të themi, e rrezikon shtetin e Maqedonisë, por në fakt ato zërat shqiptare që kanë qenë për ndarjen e Maqedonisë, nuk kanë qenë të shumta. Ka pasur, me të vërtet po, që e kanë kërkuar këtë, shpesh edhe kanë qenë nga Kosova dhe jo nga Maqedonia. Tani flas për UÇK-n për shembull, për disa pjesëtar të UÇK-s, por shpesh herë partijat e shqiptarëve të Maqedonisë nuk e kanë kërkuar këtë ndarje të Maqedonisë. Dhe në fakt i bie që kanë qenë lojal kundër, ose në drejtim të këtij shteti që flasim. Dhe domethënë kjo është ende një çështje e pa mbaruar, sidomos VMRO DPMNE-ja mundohet ende nëpërmjet, ja siç e ceka në gjykat, ose në retorik, ose në
në sinjalistik rrugore, aty edhe fillon ku hiqen shenjat ose shkrimet shqipe. Dhe personalisht më vjen keq që në vitin 2026 në një vend europian ende po merren me këto çështje pak si të vjetra.